djeshme, kryetari i gjykatës lartë Sokol Sadushi kishte bërë një editorial për disa media në lidhje me paraburgimin, ku ishte në një linjë me qeverinë, duhet theksuar, që e kanë sulmuar procesin e paraburgimit në Shqipëri. Keni ju një koment në lidhje me këtë? Unë nuk e kam lexuar komentin. Ajo që mund të tham sa është se Shqipëria ka përqindjen e të paraburgosurve 500% më të lartë se vendet e Bashkimit Evropian. Dhe kjo është një dhunim i tmerrshëm i lirive dhe drejtave të njeriut. Shkaku më themelor i kësaj përqindje qëndron në mungesën e procesit, në mungesën e vërtet reale të procesit ligjor për qytetarët shqiptar. Po këta piletër që sollen këtë situatë përpiqen ta fshehin me argumentat të tjerë. Para 2 muajve në parlament u raportua nga qeveritarët e drejtësisë se çdo gjykatës ka mesatarisht 1230 vendime të pasbardhura. Vendimet pasbardhura do të thotë tjetri është në qeli, rrin atje, vendimi rrin në sirtar dhe nuk mund të apeloj, nuk mund të shkoj, nuk mund të ndjek procesi. Pse kjo? Sepse çdo gjykatës ka personalisht 1000 vendime të pasbardhura. Kjo është situata më katastrofale. Më katastrofale. Nuk ka kom dhe vend tjetër në botë që të ketë një gjendje të tillë. Ky është shkaku themelor. Ka dhe shkaqe të tjera. Ka shkaqe sigurisht. Sepse dje po lexoja, keni lexuar, një policburgu kishte marrë i shfet 700 euro për një leje, për të lënë një familjar për të futur tek i burgosurit. Dhe ishte burgos, normal. Duhet të ndëshkohet. Kurse Lubia, që ka përvetësuar dhe shpërdorur, ka përvetësuar miliarda euro, falënderohet se po vazhdon detyrën. Imagjinoni ju. Se pranoi refuzimin e Rams ndaj dorëheqjeve dhe po vazhdon detyrën. Pra kjo është. Se çfarë ka shkruar Sadushi nuk kam lexuar. Zoti Berisha, ju sfiduat kryeministrin Edi Rama që të pranojnë komisionin hetimor që Geron Meqa apo antar të tjerë të dosjes së Akshit të raportojnë dhe të bëni hetimin parlamentar. A do të kërkoj Partia Demokratike fillimisht një komision hetimor për çështjen e Akshit, për skandalin e Akshit? Pa diskutim, por Partia Demokratike ju e dini që me qëndrime antikushtetuese ata nuk pranojnë asnjë kërkesë të opozitës për komisione hetimore. I ka asgjësuar. Janë asgjësuar. Ne kemi dërguar deri tani 7, mos gaboj, dhe që të gjitha hidhen poshtë në mënyrë antikushtetuese. Kjo është e vërtetë. Faleminderit.